ka qenë që mua më konsideronin një person me rroba të lagura rreth 30 kg, por në të vërtetë jam 72, edhe pse më shqipen 72 jam kilogram, dhe shkova thyva një xham të madh të pjesës së shtëpisë ku isha pjesëmarrës tek Kicmeja unë dyshim. Për të mos humbur detajet e lojës, vrapova dhe nuk e pash. Edhe aty dëmtova hunden, dëmtova fytyrën, por ndërhyrja e shpejtë e produksionit edhe mjekëve dhe Shpëtim Leskut, që e falenderoj, i cili u gjend shumë pranë, Besindine, Vala Maloku edhe shumë të tjerë, të cilët u gjendën shumë në kohë reale dhe bëm një ndërhyrje dhe vazhdojmë lojën përsëri. Por unë nuk e dija që pas si dola nga ajo shtëpi, nuk e dija që ishte bërë një bum i madh. Ja ky qira Xhomit, ja ky qira Xhomit. Jo se i rash me dashje, nuk doja, po e humba kontrollin, vërtet, për të mos humbur detajet e lojës, se doja t'u përfshija me banorët. Në fund e përplata, që të bëjmë të shi? Gjana që i mjaftë që mundën e kam rregull. Me ke lego, s'ka ngellë shenja. Ja, ka i qik shi, po. Mase e vëjt me erë më burë. Qiko, këto shenjat për burrat janë vlla, duhet me pas, jo vetëm tatuazhe. Po, atje ti vlla ke bo, më pse thash pak ke bo robujt madhe, nuk është vetëm çami. Ti ke bo shumë show. Është e vërtetë. Ke qenë shumë tip atje vlla, ose më sa ke qenë shumë natyral te që ti je. Po loj edhe show ke bo, realisht. Jo, është e vërtet që më quajten shyreti i shtëpisë, më quajten